pamundur, nuk ka vend në botë ku nuk ka gay etj. Po ku janë gayt e Shqipërisë pse nuk i njohin. Për mendimin tim, shqiptarët kanë jetuar gjatë me këtë komunitet. Kam qenë gjithmonë e frustruar që nuk gjeja në Tiranë njerëz me cilët mund bisedoja për të drejtat e LGBT-ve. E vetmja lesbike që kam njohur për vite të re ishte vetja ime kur e shiham pasqyrë. Unë jam gay, jetoj me partnerin tim dhe do doja të dija në rast se ka dikush këtu ndonjë ndjesi që ky fakt mund të jetë problem. Që të mbrosh çështjet LGBT nuk ka nevojë që të jesh ti vetë LGBT. Dhe asnjë drejt njerëzor nuk ja vjen që të shkelet me argumentimin se shoqëritë tona nuk janë gati. It was the best, most unbelievable experience I have ever had.